është të vërtet që ne kemi bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës në funksion të zbatimit të programit qeverisës 2025-2029 që është program fitues i zgjedhjeve. Pra, qytetari i komunës Rahovesit ka vendos mi dhënë përkrahje mbështetje kryetarit që ka përfaqësuar një program qeverisës. Në funksion të zhvillimeve sa më pozitive, natyrisht ne kemi bashkëqeverisje dhe padyshim që bashkëqeverisja është vlerë e shtuar në funksion të përmbushjes së vizionit të qeverisës të kryetarit të komunës, të ekipit të tij, dhe ne tashmë jemi një ekip që të gjitha përpjekjet, të gjitha angazhimet, të gjitha kontributet i ka të përqendruar në një drejtim pakthim zbatimin e programit qeverisës që është program fitus i zgjedhjeve komunale të që u mbajtën në fund vitit kaluar. Ka ndikim, padyshim, sepse tash ne kemi përbëjmë shumicën legale në kuvendin e komunës, po kjo nuk do thotë që ne nuk e respektojmë forca tjera politike të cilat cilësohen si forca opozitare, shumë i respektojmë, i dëgjojmë me vëmendje edhe adresimet, shqetësimet, nevojat, kërkesat që i ka edhe grupe tjera politike që i kanë i paraqesin kuvend, pra në mbledhjet e kuvendit, pra që vinë nga forcat opozitare. Edhe unë ju thasha ditë që ne duhet të mësohemi, të pajtohemi me faktin që në komunën e Rahovesit, për herë të parë në këto mandate, ka bashkëqeverisje. Edhe kjo nuk është lajm i keq, është lajm i mirë, sepse ne i kemi bashku, ose na janë bashku, edhe një forcë tjetër politike në funksion të përmbushjes së programit që e kam përfaqësuar unë gjatë fushatës parazgjedhore dhe që ka natyrisht edhe program që me cilin programi kemi fituar zgjedhjet. Në atë program ka shumë zhvillime pozitive që parashihen me ndodh, avancim të mëtejshëm të shërbimeve komunale, avancim të gjithë administratës komunale, shërbime gjithnjë më të cilësore, më të shpejta, më të mira, përmes shërbimit civil, pra punëtorëve të administratës. Pastaj parashihet me pas zhvillime shumë pozitive edhe nga pikpamja e investimeve publike, pra projekte kapitale të ndryshme, të cilat padyshim që ndikojnë në përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së jetës dhe të mirëqenies së qytetarëve të komunës së Rahovesit. Në programin qeverisë 2025-2029 që e kam përfaqësuar gjatë fushatës ka zotime, ka qëllime, ka synime, ka prioritete. Dhe të gjitha këto është më lehtë janë të zbatueshme kur e kemi bashkëqeverisjen si një vlerë e shtuar në përmbushjen e projektit tonë qeverisës. Asnjëherë ne nuk mund ta themi me plot gojë që jemi të kënaqur me mënyrën se si shpërndahet buxheti nëpër komunat të Kosovës, rrjedhimisht në komunën e Rahovesit. Pra, nuk jemi të kënaqur me mjedisin që niveli qendror e ka me komunat e Kosovës edhe me komunën e Rahovesit. Pra, gjithnjë kërkohet një mjedis më miqësor, një marrëdhënie më e qartë, më funksionale, një mbështetje më e madhe, më konkrete nga ana nivelit qendror edhe për komunën tonë. Pra nuk jemi të kënaqur. Dhe ne vazhdimisht insistojmë që të marrim sa më shumë përkrahje financiare, përkrahje në projekte, në investime nga niveli qendror, edhe për projektet që janë të komunës, pa dhe për projekte të cilat pa diskutim janë kompetencë e nivelit qendror.
Pra gjithnjë kemi nevojë ne me pas mbështetje për projekte të mëdha, të rëndësishme, të dobishme për komunitetin, siç është sheshi qendror që s'kemi marrë për krahje. Gjithnjë kemi nevojë me pas mbështetje konkrete, mbështetje reale për projekte tjera që janë të rëndësishme për qytetarët e komunës tonë, dhe po ashtu gjithnjë edhe do të angazhohemi edhe tutje që me insistim të kërkojmë mbështetje edhe të kërkojmë në realizim ose përmbushje në projekte të cilat janë tërësisht kompetencë e nivelit qendror. Bie fjalë të rrugët rajonale, që nuk i kemi në gjendje të mirë. Rruga Gradish-Kramovik, rruga Xerxhe Krusha Madhe Prizren ose Prizren Gjakov, është gjendje jo të mirë. Pastaj rruga rajonale Rahovec Malishev, rruga rajonale Rahovec Brestos ose Vogël Nagac Krusha Madhe. Po gjithsesi kemi nevojë me qartësu se kur do të niqet, kur do të hedhet hapi i parë konkret, bie fjala në rregullimin ose trajtimin e shtratit lumit Drini i Bardh, që është projekt tërësisht në duart e nivelit qendror, edhe vazhdimisht na kërkojmë, madje vazhdimisht me insistim kërkojmë që Drini i Bardh bie fjala si një projekt që është plotësisht në kompetencat e nivelit qendror, po që se trajtohet Drini i Bardh përmes një projekti zbatueshëm, përmes një projekti që besoj që e kemi edhe ne në komunë Smoku për pjesën ku për Drini i Bardh për 30 sa kilometra prej Mrasojit atje deri në kufirin administrativ me Prizrenin. Ne atëherë Drini i Bardh për shkak që se realizohet ky projekt. E këtë projekt mund të realizohet qeveria vet apo me ndihmën e donatorëve të jashtë. Atëherë Drini i Bardh mund të kthehet në burim jetesë, burim zhvillimi, burim zhvillimi ekonomik, burim i turizmit, i atraksionit. E jo siç e kemi tash në këtë gjendje, ku në vend që t'i ketë qëto tipare, qëtë imazhe dhe qëtë role, qëtë funksion Drini i Bardh, po bëhet burim i fatkeqësive. Edhe i fatkeqësive po i ndihmon në rritjen e përmosave që kanë herë bëhen shqetësuese kur ka fatkeqësi elementare natyrore, për shembull si janë rreshjet, siç i patëm tash. Po rritet niveli i ujit në Drinin e Bardh. Dhe kur rritet niveli i ujit në Drinin e Bardh, do të thonë po përmbyt në vazhdimsi toka bujqësore, po e dëmton pasurinë edhe mirëqenien e qytetarëve tanë, po dëmton biznese, po asete, do të thonë kultura bujqësore, siç na ka dëmtuar edhe tash. Pastaj ne kemi nevojë po ashtu edhe për që të ndihmohet komuna Rahovecit edhe në përmbylljen e plot aktiviteteve që ndodhin në trajtimin e shtretërve të përrenjve e lumenjve problematik. Kemi investu shumë, ose tërësisht si komunë, me buxhet të komunës, dhe nuk kemi marrë përkrahje nga niveli qendror. Apo në kullimin e drenazhimin e tokave bujqësore, që kemi investu tërësisht si komunë, me buxhet të komunës, pra pa marrë mbështetje nga niveli qendror. Ne kemi nevojë të marrim mbështetje nga qeveria, bie fjala edhe për impjantin e madh të ujrave të zeze, që i mungon komunës Rahovec. Impjanti i cili kushton shumë i kushtueshëm, edhe që nuk është as në kapacitetet, pra në mundësitë buxhetore të komunës, po edhe gjithsesi niveli qendror duhet të hyjë më intensivisht, më seriozisht në mbështetjen e projekteve të cilat i pastrojnë ujrat e zeza. Pra ne kemi kanalizim të ujrave të zeza gjithku, po derdhjen e ujrave të zeza kemi shumë problematike. Ne kemi ndërhyrë bie fjala me gropa septike, qoftë me kontratë që komuna ka me operator ekonomik, qoftë me një projekt që kemi fituar në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar me Maqedoninë e Veriut, si komunë, me komunën e Haraçinës për 6 gropa septike, qoftë një aplikim që kemi bërë tash kuadër të projektit të bashkëpunimit ndërkufitar me Republikën e Shqipërisë, me Krumën e Hasit dhe po ashtu edhe me
lezhë. Për gropa septike të standardeve të larta, të cilat deri në 70% i trajtojnë ujërat e zeza, që do thotë 70% i pastrojnë, 30% akoma mbeten të ndotura. Po kjo është zgjidhja e mirë, po zgjidhja afatgjat kishme qenë vje fjala ndërtimi i impianteve të ujërave të zeza, e impiantit të madh të ujërave të zeza, që ishte dashur marrë niveli qendror ose Qeveria e Republikës Kosovës, qoftë me donatorët. Të dy projekte që i përmend ne i kemi fituar edhe me Bashkimin Evropian, nga fondet e IPA-s. Po këto janë projekte të cilat bëhet 6 gropa septike, edhe 6 komuna, edhe 6 nështë presim i përfituar nga cross-border, bashkëpunimi ndërkufitar nga fondet e IPA-s me Republikën e Shqipërisë. Edhe do të vazhdojmë ne vetë, se kemi edhe në program qeverisës, po impianti i madh i ujërave të zeza, që i dashur Rahovesin me shtimet prioritet, për shkak se është drini i bardhë, ne nuk dëshirojmë me pa as ne, as të tjerë që vinë me vizitu këtë komunë edhe që shkojnë edhe i vizitojnë brigjet e drinit bardhë, me pa gjithë ato inerte, gjithë ato mbeturina, ndoshta edhe gjithë ato ndotje, që vjen ndoshta edhe nga komuna Klinës, edhe nga komunat ka rrjedhën drini i bardhë, nga komuna jonë, pa edhe nga komuna e Prizrenit. Pra, për kësi lloj projektesh, komuna do të insistojë me marrë për krahë buxhetore, ose me marrë për sipër nivelit qendror, sepse janë jashtë mundësive buxhetore të komunës.